Sot do të nisë një transformim i madh për kryeqytetin. Kështu ka theksuar kryebashkiaku Lulzim Basha gjatë përurimit të punimeve për bulevardin e ri të Tiranës. Basha tha ndër të tjerat se me nisjen e punimeve i hapet rrugë gjenerimit të mira vendeve të reja të punës për kryeqytetasit, duke marrë shkas edhe nga protestat e disa pronarëve për vlerën e shpronësimit. Basha garantoi se do të kompensohen me vlerat e tregut, në mënyrë që edhe ata të ndihen bashk aksioner të kësaj vepre madhore. Sot jemi dëshmitar të nisjes së transformimit më të madh të ndodhur ndonjëherë në historinë e Tiranës. Bulevardi i ri i Tiranës do të krijojë mira vende të reja pune. Do të sjellë risi të pangjashme në rajon. Nga ana arkitekturore do të shtojë gjelbrim qytetit me një kulor të çmuar pemësh të reja. Bulevardi i ri do të nxjerrë nga varfëria këtë pjesë të marginalizuar të qytetit Tiranës prej dekadash. Kryebashkiaku Basha nuk harroi të bëjë dhe ndryshimin me kundërshtarin e tij politik, duke theksuar se forca që ai tashmë drejton flet me vepra dhe jo me premtime shtërp. Ne kemi thënë se jemi ndryshe dhe ndryshe jemi. Puna jonë flet vet, ne nuk jemi politikanë të fjalëve shtërp dhe të premtimeve boshe. Ne i shërbejmë qytetarit sepse ky është misioni ynë. Në bulevardin e ri të Tiranës do të ndërtohet pallati i drejtësisë dhe institucione të tjera publike, disa institucione kulturore dhe artistike, qendra biznesi e të tjerë. Ndërkaq, firma që do të ndërtojë bulevardin e ri të Tiranës është e njëjta firmë që ndërtoi autostradën Tiranë-Elbasan dhe tunelin e Elbasanit.